1. Kanceri i pankreasit zhvillohet në pankreas, një organ që ndihmon në tretjen e ushqimit dhe rregullimin e sheqerit në gjak. Është i vështirë për t'u zbuluar në fazat e para sepse shpesh nuk ka simptoma të qarta. 2. Shenjat paralajmëruese. Dhimbje në pjesën e sipërme të barkut që përhapet në shpinë. Humbje e shpejtë e peshës. Zverdhje e lëkurës dhe syve, verdhës. Të përzjera dhe të vjella. Urinë e errët dhe jashtëqitje të zbehta. Lodhje ekstreme dhe humbje oreksi. Diabet i papritur ose i vështirë për t'u kontrolluar. 3. Si vjen dhe çfarë e shkakton? Pirja e duhanit, një nga faktorët më të fortë. Obeziteti dhe mungesa e aktivitetit fizik. Diabeti i gjatë ose diabeti i ri pas moshës 50. Historia familjare me kancer pankreasi. Ushqyerja me shumë yndyrë dhe mish të përpunuar. Konsum i tepërt i alkoolit. 4. Ushqimet që e nxisin. Mishi i përpunuar, sallam, proshut, salsiçe. Yndyrna trans, për shembull, margarina e përpunuar. Ushqimet me sheqer të shtuar dhe ëmbëlsira të përpunuara. Pijet e gazuara dhe alkooli në sasi të mëdha. Fast food dhe ushqime të skuqura shpesh. 5. Fakte që shumica nuk i dinë. Është një nga kancerët më vështirë për t'u trajtuar, sepse zbulimi vjen vonë. Shumë raste lidhen me diabetin, por njerëzit nuk e lidhin dot me pankreasin. Duhanpirësit kanë deri në 2-3 herë më shumë rrezik. Ka pak shenja të dukshme ndaj parandalimi dhe stili i jetesës janë kyç. 6. Nga çfarë të ruheni? Rritje e papritur e nivelit të sheqerit në gjak. Humbje e peshës pa shkak. Dhimbje të çuditshme në pjesën e sipërme të barkut ose shpinë. Njolla të verdha në sy ose lëkurë. Jetë e ulur, pa lëvizje dhe me shumë ushqim të përpunuar. 7. Këshilla për parandalim. Mos pini duhan, as në sasi të vogla. Mbani peshën trupore nën kontroll. Përdorni vaj ulliri dhe hani shumë perime e fruta. Kufizoni alkoolin dhe shmangni pijet me gaz. Bëni analiza për sheqerin në gjak dhe kujdesuni për shëndetin e tretjes.